Përshëndetje, mirë se erdhët edhe sonte në ekranin e radio-televizionit publik shqiptar. Thire vendin tënd, fjalë, rite, mite e shenja. Një projekt ambicioz i cili do të shkojë përtej kufive shqiptar, që natyrisht do të jetë një vlerë e shtuar për kulturën shqiptare, për trashëgimin kulturore shqiptare, por jo vetëm. Kam kënaqësinë sonte në një bisedë të veçantë, ekskluzivisht për ekranin ton, Profesor Dr. Ledi Shamku Shkreli, një profesoresh e nderuar e cila do të ndajë me ne jo vetëm idetë dhe mënyrën se si do të realizohet, hapat që do të ndiqen për realizimin e këtij projekti madhor, por jo vetëm, do të flasim edhe për gjuhën tonë. Profesoresh, mirë se erdhe në Korçë. Mirë se gjeta ty dhe Korçën. Kënaqësi në fakt sa herë që flasim për fjalën, për të bukurën. Sa po keni dalë nga mjediset e Universitetit Fanoli, një bashkëpunim me Departamentin e Gjuhës dhe Letërsisë në këtë universitet, i cili duke se ka bërë bashkë Institutin e Antropologjisë dhe Institutin e Gjuhësisë dhe Letërsisë në Akademinë e Shkencave për ta prezantuar këtë projekt që e ka filluar rrugëtimin e vet muaj më parë, për të bërë këtë prezantim me pedagog, me student, me nxënës, me mësues e kështu me radhë. Në fakt, cili është qëllimi i vërtet i këtij projekti? Unë sapo kam dalë pa dalë, në fakt më shumë kam hyrë se kam dalë. Ndjehem kështu. Dora në zemër ka qenë një nga surprizat e mia universiteti sot. Universiteti jam akoma e prekur nga humusia e jashtëzakonshme që gjeta në Universitetin e Korçës, bashkë me dy kolegët e mia. Erdhëm të prezantonim një projekt, po mu duk sikur sapo kryem një projekt. Sepse nuk e prisja që as do me thënë, ata të ishin gati që ta Që bashkoheshin në këtë. Të shtonin ato çfarë kishin bërë deri më tani, sepse shiko, kur jemi veç e veç, gjërat nuk funksionojnë. Nuk kanë funksionuar dikur edhe mes instituteve të Akademisë Shkencave, sepse kemi qenë veç e veç, sepse gjithkund ku ka shkuar etnografi nuk e ka ndjekur gjuhëtari dhe gjithkund ku ka shkuar gjuhëtari nuk e ka ndjekur etnografi, po njësoj historiani dhe arkeologu. Dija jonë është albanologji. Lidhet rreth fjalës dhe rreth jetës së bashkësive tona shqiptare që janë këtu dhe që s'janë këtu. Dhe që në ca kohë caktuara të historisë son, na ju është dashur të ikin. Dhe fjala për ndryshe nuk kuptohet nëse nuk ndiqet nga të gjitha shqisat e albanologjisë, po i quaj kështu këto disiplina. Dhe ajo që ka qenë mangët për ne është pikërisht të shkuarit veç e veç. Ajo që ishte surpriza e jashtëzakonshme kësaj rate ishte që në Universitetin e Korçës ishte që ne kishim bërë copsa rruge, thuajse të njëjta, ne si hartuese, drejtuese dhe bashkëpunëtorët e këtij projekti në Tiranë me ju të Korçës. Kështu që tani u gjinda, do me thënë, nuk dia ishin lumë emocionet, apo ishte lumë ajo që u bashkua në fund, sepse në fund mu duk, mua personalisht, por besoj të kolegëve të mia, sikur shumë rëke së bashku dolën që andemi me një rrjedh. Kështu që unë jam bes plot që ky projekt që është i rëndësishëm, sepse lidhet me emrat e vendeve jo thjesht kështu të thata, jo pse Moglica quhet Moglic dhe jo pse Korça quhet Korçë, dhe jo pse gjithë mikrotoponimet e Korçës ti marrësh me radhë, janë ashtu siç janë, edhe hajde ti zbërthejmë thjesht si fjalë, sikur të ishin mbështjellëse karameleje. Nuk janë mbështjellëse karamele, janë së bashku me atë që kanë brenda. Nuk janë thjesht një letër që mbështjell dhe emërton një brendi, një etiket që i vjet një kavanozi. Janë e gjitha ajo që është brenda toponimet. Për toponimet kanë një jetë të tyre dhe kanë dalë prej një jete. Kanë dalë prej një përvoje të një bashkësie, ashtu kanë dashur t'i quajnë vendet, nëse kanë parë ngjyra i kanë quajtur me ngjyra, liqenizi, gurizi, lumizi, valazes, si shnau tha sot, e kështu me radhë, guri kuq, ku diu mali bardh, e kështu me radhë. Nëse kanë parë në to bim, i kanë quajtur si bimët që i popullonin, i kanë quajtur brinisht arnjet, shkozet, shkopet, arras, dardas, e kështu me radhë. Secila prej tyre ka një histori për të rrëfyer, për të ndarë. Dhe nëse pastaj mikrotoponimet sigurisht kanë pasur të zotë të tyre prejnë vijat e ujit, puset e ujit, arat,
qafat që kanë quar dhe kanë të kanë sjell drejt një qendre të banuar e kështu me radhë. Domethënë, ajo që ne bëjmë në këtë nuk është thjesht digitalizimi i skedave që kemi, por riaktivizimi i një projekti mbarkombëtar që sheh të përfshirë fton dhe sheh të përfshirë gjithkënd, që nga gjuhëtarët dhe kërkuesit dhe studiuesit dhe pedagogët dhe studentët deri tek mësuesit dhe familjet, përndryshe nuk ja dalim dot. Është ambicioz shumë ky projekt dhe duhet përfshihet ja dalim nëse përfshihet në të gjithë ata që ndjejnë emrin e gjithë ata që thrasin vendin e vet. Prandaj edhe projekti quhet Thirrë vendin tënd. Si thirret ky vend dhe si thirreni mes njëri tjetrit. Ky është pak a shumë. Ndërkohë ju tashmë keni filluar punën atëre, sepse kjo është një nga hapat themi kryesore të metodologjisë së kësaj pune. Roskoveci ka qenë një ndelese juaja, Dibra ka qenë, po ndërkohë do ndalem në mënyrë të veçantë edhe tek Arbëreshët. Çfarë të veçanta keni zbuluar në këto pak vende ku keni shkelur se rruga juaj do të vazhdojë gjatë? E para që kemi zbuluar është që më së shumti përqendrimi ka ndaluar tek makro dhe medio toponimet, të cilat janë po dhe s'janë aq të rëndësishme. Pak është marrë në shqyrtim mikrotoponimia e gjitha arealeve që sot vërtet mund të jenë deri diku të shpopulluara, po nuk kanë qenë. Dhe që kujtesa të çon edhe në kohën kur nuk kanë qenë, kujtesa të çon në lëvizjet e fisëve, ajo që na ka bërë përshtypje shumë është që dhe kur ikën bashkësia, po dhe kur ikën fisi, po dhe kur ikën objekti, toponimi është roj. Mbetet aty për treguar që derisa e disim duket sikur pret dhe thret, derisa dikush ta dëgjoj. Për shembull, ti shkon në Dibër, në zonën e Kastriotit, edhe gjen një mikrotoponim që quhet thjesht me sy, quhet Bregju Mullenit, o Bregu i Mullirit për ta thënë standard, megjithëse mua nuk më intereson kjo pjesë. Intereson si e thrasin ata. Dhe ti nuk shikon asnjë mulli, aty s'ka një mulli. Aty thjesht ka proj që kalon në te, proj Kastriotit që kalon në te, për shkak se është proj i atij fshati, po ti nuk shikon asnjë mulli, po të shikosh pastaj të gjithë dokumentat, pjesët e historicizuara të zonës, kupton që aty ka qenë mullini i Gjon Kastriotit, pak a shumë, ku ishte pusi i Gjonit, mullini i Gjonit tjetër. Po të shkosh në Kurjan të Roskovecit, ata të thonë, kur i pyet për burimet ujore që kanë, të rreshtojnë projshën e premtes. Aty s'ka asnjë kish. Ndoshta donte sa kazmë arkeologësh tani që ikëm, sepse emri i projit që kalon duket sikur ka mbetur, ka qëndruar, ka bërë qëndres për t'regu që këtu ka pasur diçka. Ti shkon po them në Opar, dhe ata të thonë proj Becit, por ama nuk harrojnë të thonë që ky fis sot nuk është më, i ka mbetur emri në prua, po i ka ikur te Arbreshët. Dhe ti e ndjek atë fis dhe shikon që me gjas atë gjen sot në Portokanone të Arbreshëve të Molizës. Ti shkon në Dibër dhe ti kupton që ajo është ara e Matrangës, po Matranga nuk është më si fis. Dhe që ta e dëshmon është, ku di unë, e mësuar me krishtere lek Matrangës, se ti kupton që është një fis i shkullur, i shkuar përtej. Po ti shkon të Arbreshët dhe shikon që ata pavarësisht se si quhet fshati, makrotoponimi që sigurisht është italisht, dhe ata kanë ngryer me përshtatjet fonetike të veta, ata gjithë mikrotoponimin e vet e kanë të thënë arbrisht. Me gjithë si i quajnë në arbrisht. Kështu që ajo që ti shikon është që çfarë gjen këtej e gjen andej dhe gjen ende pritje. Toponimet, mikrotoponimet janë në pritje, ende në pritje, bashkë me kujtesën atyre që t'i rrëfejnë, që koha ikën dhe për ta, edhe nuk e di sa mund të bartë kjo kujtesë, po ju them që në zonat veçanta shkon edhe 400-500 vjet mbrapsht, si ta zëm Dibra, dhe janë në pritje që t'u vihet veshi dhe që të rindërtohen jo vetëm të shpjegohen emrat, se ky është misioni fundor, po themi një gjuhëtari, po përmes tyre të kuptohet gjithë jeta. Domethënë për çfarë ka prit ai mikrotoponim deri në atë kohë, çfarë ka dashur të tregoj. Ka dashur të tregoj praktika ndërtimi, praktika besimi, praktika gjelbrimi, për shembull, tazëm nuk e dia ke më blire o bline në blinisht. Po ama duke i ndarë veç gjithë fitonimet, ti mund të bësh një lojë të bukur në fund, mbas mbarimit të projektit, që ti ta përmes produktet që kemi sot në dorë, inteligjencë artificiale, ti ta veshësh edhe njërë Shqipërinë, me po të njëjtën bimësi, që ishte veshur në kohën kur
lindën këto toponime. Pra, aty ku kishin pisha, aty ku kishin blira, aty ku kishin gështenja, e ku diun shumë në radhë. Për shembull, kodra e gështenjave quhej në Dibër, kishte 3-4 shumë të vjetra. Dikur më thanë që kjo është e gjitha e blerume me gështenja, ose vënde ku ti ke edhe legjenda, për shembull liçeni Zi i Buqizës, ke një legjendë që të çon deri vonë, të çon sigurisht duhet të kesh pak informacion mbi besimet tona mitologjike, të çon deri tek figura e Dragojit që përmendet shpesh në shkrimet e Donat Kurtit dhe Bernardin Palait e kështu me radhë. Domethënë janë aty, janë shumë më tepër se fjalë, janë jetë të bëra fjalë. Presin thjesht të zbulohen. Presin krahët tonë të gjithëve edhe zemrën, kuptohet. Pse ka shumë dashuri në këtë projekt për arbëreshët e Molisës? Po, në këtë rast, ndoshta mund të jetë dashuria mund të jetë personale, po kështu po flas. Ato kanë qenë një takim fatlum, përmes tyre unë nuk i njihja. 2 persona më janë bërë, le ta quajmë fjalët shqiptare, po që më pëlqen kallaus për aty, udhërrëfyes. E para ka qenë një studentja ime, arbëreshe nga Ururi, Elvira Colangelo, cila eri të bënte temë në masterit me mua, mbasi mbaroi kursin e sociolingvistikës në master. Unë kisha vënë një rregull që thoya kush arbresh, po desha të bëj punim sociolingvistik, nuk e bën për vetë për arbreshët. Po për Elvirën nuk ishte nevojë ta vija këtë kurs, Elvira erdhi vetë e qartë dhe donte të merrej me të gjithë një vështrim sociolingvistik, etnolingvistik i Rurit, kësaj fshatit qytetës Arbresha që është në Molise, nga më të bukurit, si përmas njerëzore, dhe rrëtëritit të qereve. Dhe më pas unë kam një kolege shoqe i xhan jete, që quhet Merita Brusi, që është për mua, në vështrimin tim për ashtu si e ndjej unë arbërishtën, mund të jetë ekspertja më e mirë që ne kemi e arbërishtës, do nëse unë kam qef të ngacmoj në herë, si tem 80% arbërishtja e shkruar, po s'është ashtu. Ajo kishte takime të hershme, të kahershme me figurat kryesore të arbreshëve të Molisës. Këtu gjej rastin të përmend pikërisht një mikën tonë dhe një dritë në atë fushë që është Fernanda Pugliese, që drejton revistën dhe fundacionin Kamastra, që është, po themi, zemra rrahse e arbreshëve këtyre 4 fshatrave, që drejton dhe koordinon dhe sportele gjuhësore, dhe vendosëm shkojmë për një rit për të bërë një survey sociolingvistik të këtyre zonave dhe gjetëm shumë tepër se aq. Gjetëm një situatë jashtëzakonshme ku nuk ka kolegje, siç mund të ketë në vende të tjera, pra nuk ka imponim të një akrolekti, por ka një dakordsi të vijuar të gjuhës që mbahet e tillë përmes traditës, përmes të folur dhe përmes asaj çka ato përcjellin. Veçoj në mënyrë të më vetësishme, po themi, veçoj 2 nga qytetat, që është Ururi dhe Portokanone, në cilat arbërishtja është shumë më gjallë se në 2 të tjerat, pra Campomarino, Comarini dhe Mundxhufuni, Campomarino dhe Monteshilfone. Aty ram në gjurmë, do me thënë, i njihnim, por i hetuam edhe më të një riti të jashtëzakonshëm, që është riti arbreshi qereve. Ishte interesante. Nuk është vetëm çështje riti, ai rit është jetë, prandaj unë besoj te fjala dhe jeta, nuk rrojnë dot pa njëra tjetrën. Fjala rron përmes jetës dhe është jeta që mban fjalën. Ata kanë stallat që funksionojnë 365 ditë vitit dhe përpasoj aty flitet vetëm arbrisht dhe ka raste kur, pra nuk është thjesht një ditë, një procesion, një dite. Në këto 2 fshatra janë 2 stalla që përfshin gjithë qytetin, që aty shkojnë edhe fëmijët e atyre që garojnë, që mirëmbajnë kafshët, buajt dhe kuajt gjithkohon, edhe që kanë gjithë aktivitetet e tyre, është një komunitet që jeton në stallave dhe kemi pas takuam vitin e kaluar për shembull një djalë që ishte 23-at, fliste arbrisht siç flasun me ty shqip, kaq rrjedhshëm dhe na dëshmoi që deri në moshën 13 vjeç ai ishte thjesht pasiv, pra e kuptonte po nuk shprehej, dhe në momentin që ai vendos të përfshihet në gjithë këto stallat e Giallorossi, se aty e takuam, kuqeve erdh, ai aty u aktivizua arbrishtja gjithë ajo që i flinte, dhe prandaj janë më të bukurit për mua, sepse kanë thyer
besojmë të rremë për mua që gjua po nuk u shkruajt nuk ruhet, jo, gjua po nuk u jetua nuk ruhet. Dhe ata pikërisht nuk kanë kolegje gjëra të tilla e kudo, madje dhe ritin nuk e kanë më greko-bizantin, e kanë latin. Por ata kanë gjithë këngët e veta dhe rritet e veta dhe përditshmërinë e vet, të cilën e kanë të gjithë në arabisht. Madje nga këto 4 fshatra pikërisht në këto 2 ku është rriti qereve, këto 2 janë më të ruajtura. Profesoresh, sa mendohet se do të zgjat ky projekt? Tani, unë di që ky projekt zgjat për te meje. Unë jam 53 vjeç, kam ndërmend të vdes në detyrë, nuk kam ndërmend të dalë në pension dhe Do duhet kohë gjatë? Jo, ky projekt I shikon frutet e veta që brenda 2 vjetëve. Frutet e veta konkrete dhe të qëndësishme. Por nuk kemi ndërmend të ndahemi, sepse duam ne kemi themeluar pranë Institutit Antropologjisë laboratorin antropologjisë gjuhësore, që është dhe shtylla kurrizore e këtij projekti. I cili bën bashk pikërisht këto disiplina që siç thashë që në fillim kanë ndërtë veç me kurrizë. Për parë janë bërë bashk. Për parë janë bashk. Pra në këtë laborator përveç disiplinave gjuhësia, letërsia, antropologjia, historia, arkeologjia që janë bashk, në këtë laborator sigurisht janë mësuesit, janë kolegët tanë, siç e pe sot në Universitetin e Korçës, janë të gjithë, po themi, çdo pjesëmarrës akreditohet si mbledhës tradite dhe si bashkëpunëtori I laboratorit antropologjisë gjuhësore dhe puna me toponimet kam përshtypjen që si në gjithë vendet e tjera të botës nuk mbaron. Ne synojmë të ndërtojmë pikërisht të rivlerësojmë gjithë punën e trashëguar që kemi deri tani dhe nuk kemi pak, dhe ta përditësojmë në objekte metodë megjithësa janë përditësimet që kanë ndodhur dhe sot në disiplinën onomastikës dhe toponastikës në vendet rrotullesh. Në fakt, Akademia e Shkencave tashmë ka kohë që është përfshirë në projekte të rëndësishme dhe duke që një prej tyre është edhe mbledhja e toponimeve apo mikrotoponimeve në gjithë vendin. Kur është punuar për herë të fundit në këtë fushë, profesoresh? Çfarë viti ka qenë? Patjetër, me toponimet në mënyrë sporadike është punuar gjithmonë. Sepse toponimet në mënyrë sporadike le të kujtojmë që ndonse ati mbeti I pabotuar për shkak se nuk ju gjet më, do të përmend Dom Nikol Gazullin, I cili, sikurse thonë dhe të tjerët, vlerësojnë dhe të tjerët, është nga themeluesit e toponomastikës shqiptare si dije. Kjo thonë jo prej meje, po prej Zef Valentinit. Dhe ai lë një fjalor të toponomastikës, I cili botohet mjerisht deri arriti të botohet se rendi ashtu e desh deri te gërma K te zhulli I dritës. Pjesat e tjera të sketave nuk I gjenden më, kështu që prej tij kemi të parë një fjalor që unë nuk kam pas mundësi të flas, sepse atë e vrasin në 1946, po njeriu, siç thotë Axef Plumi, ne jemi njeriu është vetëm ajo qenie që mundet me qenë bashkë edhe kur s'është bashkë. Kështu që në një farë mënyrë, po t'ja studiosh mënyrën si ka punuar, metodën si ka punuar, është pikërisht kjo që ne po propozojmë. E cila pasohet, kuptohet edhe nga empirizmat të tjerë që deri në 46-ën nuk ishin ose nuk I kishin bërë këto hapa para dia. Pastaj është punuar nga mbledhës tjerë, si sistem ka nisur nga Instituti Folklorit në 5 vjetorin e kalimit në amshim të Gjergj Kastriotit. U vendos që të mblidheshin toponimet dhe mikrotoponimet që kishin lidhje rreth kësaj figure, këtij atit ton toksor, dhe u vijua kësotore me toponimet, mikrotoponimet që kishin lidhje me Gjergj Kastriotin, u vijua kësotore për një 20 vjet. Më pas, gjuhësia, ndërkohë kishte hyrë në aksionin vetëkombëtar të mbledhjes së fjalëve të rralla, dhe meqense siç edhe besoj e di, mbledhja e fjalëve të rralla ishte një aksion edhe ky mbarkombëtar I cili u besua më së shumti mësuesve, çka të reaktivizojmë dhe ne, po të njëjtën traditë. Ne kemi takuar shumë mbledhës të asaj kohe, që tashmë janë të 70-at, pa të mbi 70-at, dhe na thanë që po kur në atë kohë, po, një parantezë, në atë kohë gjuhësia mendoj që me një pyetësor të Mairdomit, mendoj që fjalë mbledhjes fjalëve të rralla mund të shtonte edhe toponimet. Dhe jo thjesht pra u kalua nga thjesht toponime monotematike, dhe mikrotoponime që lidheshin me Gjergj Kastriotin, u kalua në toponime të përgjithshme. Dhe ju la kjo detyrë sërish të mësuesve dhe mbledhësve patjetër, sepse kemi figura të rëndësishme që na dalin nga skedat që ne kemi trashëguar, si Rokzojsi, që Manet Gjasani, edhe Imi Dështëriqi, edhe të tjerë. Dhe
Okej, një fjalin e bukur që na tha në Dibër një nga këta ish mbledhës, një nga bashkëpunëtorët tonë kryesorë atje Aki Përneshë, na tha mësues historie, na tha që nuk ishte shumë qartë se çfarë kërkonin nga fjalët e rralla, çfarë qunin fjalët e rralla, kur na erdhi kërkesa për të përfshi, mësuesa ai aso kohë. Edhe në fakt e kuptoj Akiun sepse dialekti im nuk përbën për mua fjalë të rrallë, për sa kohë unë jetoj dhe e përdor. Madje habitem që ti se di këtë fjalë, për shembull. Pra nuk mund të jem, si thotë socialisht, çdo popull është i kënaqur, çdo bashkësi është e kënaqur me gjuhën që i ka rënë për hise. Pra unë nuk kam vështrim kritik për të folën time, nuk kam si ta di që është e rrallë. Dhe duke mos e ditë këtë gjë, ata u shtyn për të kuptuar diçka të rrallë, dhe ne tha masi nuk e kupton kush i fjalë të rralla, mendum që fjalët të rralla ishin toponimet. Dhe i kishin rënë kokë, në fakt, se fjalë më të rrallë se toponimet, të ngurcuara ashtu dhe të thirrur ashtu në jetë të jetëve nuk ka. Profesoresh, duke dalë pikërisht këtu ku ju thatë që duke qenë në kontakt përditshëm unë dhe kolegët e mia me zënës që vijnë nga zonat ndryshme rurale, shpeshherë tendencën në institucionet arsimore e kemi gjithmonë të përdorim gjuhën standarde, dhe harrojmë që këta fëmijë vinë me një kulturë të vetën gjuhësore dhe shpeshherë duke u përpjekur t'i kthejmë çdo gjë në normë, i stepim ata të thonë atë çka me cilën ata kanë lindur nga kultura e tyre familjare. Në fakt, më shumë se sa shqetësim për ta kthyer gjithmonë në çdo moment dhe në çdo aspekt shqipe në standard. Mos ndoshta shqetësimi i sotëm më tepër qëndron te fakti që ne kemi sa vjen çdo vit e më pak shqipfolës? Ky nuk është halli vogël. Domethënë, ajo që mua më shqetëson është nga që ne jemi shqiptarët, përsa isha unë edhe për te kufirit, janë qenë shumë që përshtaten shumë shpejt, integrohen shumë shpejt, edhe kanë mesi krijojnë komunitete, kur shpërngulin nga Shqipëria, dhe brezi i dytë i emigrantëve, unë i kam edhe student mitë, se përveç sociolingvistikës jap të gjuhë dhe kulturë shqipe, flasin keq shqip ose thjesht për qëllime të vogla shtëpiake. Kështu që ky nuk është halli i vogël. Dhe këtë nuk e zgjidhim dot, se këtë emigracioni nuk e zgjidh gjuhëtari, emigracionin e zgjidh shtetari. Nëse shtetari ka një mënyrë për të ndaluar emigracionin, pa u detyruar të ketë një metodë për të vazhduar të mësoj shqip atyre që shkëpusin rrënjët nga Shqipëria, do ja dija shumë për faleminderit. Po nëse duke u kthyer te gjuhëtari, të paktën të mendojmë për ata që mbeten këtu, për shqifolësit që mbeten këtu, të cilët duke lidhur bisedën aty që thuhet e ti, po i detyrojmë, po i krijojmë një vegulli, është një vegulli e rreshme, një iluzion pa kuptim, sikur kodi standard është gjuha shqipe. Jo, është një nga varietetet e gjuhës shqipe, që ka një hapësirë gjeografi, po themi përdorimi të ngushtë, përdoret në situata thellësisht formale, shtetërore, madje në daçim, duam të futemi edhe në stilistik, përdoret me dashje dhe në situata informale për t'i thënë tjetrit që më ka ngel hatri me ty. Për shembull, nëse unë jam duke shkruar një WhatsApp me ty dhe në një moment dua të them që më ka ngel hatri, automatikisht pa e kuptuar unë të shkruaj në burokratisht. Edhe duke të vënë pik madje në fund, kështu që ti kuptoje që mua më ka ngel hatri me ty. Pra unë tërhiqem në një pozicion neutral, sepse standardi tek e fundit është një kod neutral për situata neutrale, po ne nuk jemi neutral drejgje mori gjithë ditën. Unë tani nuk jam neutrale dhe nuk jam të fol standard, se nuk kam mundësi të flas standard, se jam e përfshirë në një diskutim brenda një pasioni, të cilën për fatin tim të mirë ndaj edhe me ty, meqense na befasove shumë sot me ato nxënësit këtu që kishin vepruar si studius mirëfillt me përvojë në çështjen e toponimeve, është dora mendja dhe atyre. Madje ju thash ti dëgjoj që tash më na frustruat me këtë punë që keni bërë. Dhe për të kthyer te standardi ne i pengojmë, ne po i detyrojmë për ta thënë me fjalë thjeshta, po i detyrojmë të vishëm për ditë nga mëngjesi deri në darkë me frak. Jo, po tutat, po pijamat, po xhinset, po golfet, po pantallonat e shkurtra, po zbath, kur do dalin këta folës. 24 orë ka nevojë për të gjitha, po socializimin si do ta bëjnë, po dashnin si do ta bëjnë, po inatin si do e shprehin, po hapat e para për të thyer një distancë akulli midis një brezit dhe një tjetër si të bëjnë, po me gjyshat si do flasin. Unë jam rrit nga një gjyshe e cila nuk më lejoj ta fusja standardin në shtëpi, e pra unë nuk kisha asnjë problem.
Dhe ajo më tha, nuk isha si problem, sepse në moshën 6 vjeç, deri në moshën 6 vjeç, madje deri në moshën 10 vjeç në Daçi, fëmia është akritik, nuk vuan të ndëroj më shumë se 2, 3, 4, 5 kode. Madje një nga aksiomat e sociolingvistikës është që ne mund të ndëroj, që truri njerëzor mund të ndëroj një pafundësi kodesh, nuk e ka problem. Madje, sa më herët të përballesh me këto kode, aq më pazori mëson, dhe aq më i sistemon. Pra, nuk është problemi, nëse një fëmijë vjen në shkollë me një të folme të shtëpisë vet, si shtot me drejt dhe mauro, fëmija nuk vjen në shkollë pa gjuhë, pra nuk mund t'i thesh atë tuash atë gjuhën lere jashtë, se ky është veprim shovinist. Dhe këtu në shkollë ajo gjuhë nuk përdoret. Ky është veprim shovinist. Unë pres të ma bëj një huaj nëse do të më asimiloj, po nuk pres të asimiloj vetveten shteti, që politika gjuhësore të asimilojnë forcët e vet. Sepse ajo është pasuria që ne kemi. Çfarë do i thoshte? Kujdes me standardin se rrezikojmë bëjmë një gjuhë prej letre. Ata bëjmë të shqipen për letra, po dhe ta njohim, mos është shtajnë kolegej në sot. Mund të jetë, profesoresh, kjo një nga arsyet që shqipja sa vjene është bëhet zbavitëse? Po, sepse nuk është seksi më si gjuhë. Nësë është, nuk është, e kam thënë dhe them prapë, nuk është gjuhë seksi, nuk është një gjuhë që epet. I jepet përdoruesit për nevojat e veta. Ti je shtang me standardin, dhe nëse detyron ti bën një gjë të shtangët, që ai nuk i vjen për shtat, është një robë si parzmore, si pancir. Si tua bëjmë më simpatike të rinjve gjuhën? Duke ja gërshetuar, duke i bërë të vetëdijshëm që çdo zgjedhje nuk është gabim. Gabim është të përdorësh një zgjedhje në një kontekst të gabuar. Për shembull, nëse unë kur dua të flas me një person me cilin nuk kam konfidencë, zgjedh të jape para shenjë konfidencës, atëherë nëse nuk e pres, kam bërë një gabim. Nëse nuk e më kthehet, kam bërë një gabim. Nëse një fëmijë zgjedh të flas sikur të jem gazet, kam bërë një gabim. Por të gjitha këto zgjedhje, asnjëra prej tyre nuk është gabim. Është thjesht demokracia gjuhësore tek e fundit kjo është. Njohja me të gjitha regjistrat që ka Shqipja, a mund të flasim për të regjistra, se një varietet nuk është gjuha shqipe, dhe aftësimi për me zgjedh sipas situatave. Kjo do kërkonte patjetër edhe një të rikonceptim të asaj që ne quajmë normë. Kemi ngel në një ide të shtangët të një fundit të 800-s, që mendojmë për një normë, ndërkohë që gjithë bota rrotullesh ka ecur duke quajtur norma e normave, pra normat, edhe normat vetë, përveç pasurisë dialektore, formojnë rraf bashkëqendërzues, të cilat sa vinë dhe hapen, sepse ndryshe e ka ligjërimi special, po i quajmë gjuhë të veçanta, siç është gjuha e fortë e shkencës, ndryshe e ka ligjërimi aulik, që është ligjërimi pak, një normë tjetër ka burokratishtja, një normë tjetër ka kodi variant neutral, një normë tjetër ka neostandardi që po formsohet vetë përmes marrëdhënies së drejt për drejt që kanë përdoruesit e shqipes me vetë standardin, të cilët e zgjerojnë, po nuk janë teori që po i shpiku unë, janë të njohura për gjithë botën. Thjesht ne jemi rëndu pak nga veshët këtu dhe nuk po duam të dëgjojmë. Një kohë, jo ne, gjuhësia zyrtare. Një kohë tjetër është ligjërimi artistik, i cili ka licencë poetike sa të duash, dhe aty si thua, si te do të kadares që në Nkreca nuk përdoret, përkundrazi. Ja studiove si pasuri, madje nga që nuk e njihje në Nkrecën i theve që është neologjizëm. E jo, sepse dil pak në mbi Shkodër dhe do të kuptosh që në Nkreca është tjetër strogu për ta. Kështu që ky është halli jonë i madh, që presin çdo gjë nga autoriteti, dhe ky është gabim, shkolla pret nga autoriteti, pret vullën e autoritetit. Jo, shkolla mësuesi ka të drejtën e vet, ta trajtojë. Duhet në elastik në. Po patjetër po, madje është i thirrur të jetë elastik, se ka në dorë diçka shumë të rëndësishme, ai përballet përspari me si po i vjen një fëmijë. Duhet kuptoj që mund të ketë pasuri gjuhësore. Dhe nga ana vet, pra prit njerëz se sa që shkojmë thonë edhe për kthysit, i kanë syt nga autoriteti. Domethënë, mbasi ka mbaruar censura, ne po vazhdojmë autocensurën dhe kjo nuk është mirë. Dhe autoriteti duhet këtë vesh. Profesoresh, si a lehtësoni ju punën studentëve në Universitetin e Bolonjës? Keni tashmë vite që jetoni mes Tiranës dhe Italisë, për ta dashur këtë gjuhë që vjen ndoshta për ta me edhe shekuj më parë. Si a u bëni ju të dashur këtë gjuhën tonë? Po, unë jap sociolingvistikën italisht aty, përveç gjuhë dhe kulturë shqipe, po, kur e shkruam se si labus, këtu është 7 vjet më para, zakonisht të gjitha lëndët e tjera, që se ne kemi gjuhë dhe kulturë lituane, gjuhë dhe gjuhësi lituane, gjuhë dhe gjuhësi baske, gjuhë dhe gjuhësi.
Pra lingua linguistika është më shumë ti. Unë i thash jo, kjo është lingua kultura. Sepse nëse unë do t'i bëj këtyre studentëve lakim zgjedhime të tash, pra do t'i përqendrohem te rregullat, unë këta i frustrova, këta dolën pa gjë në dorë. Po nëse rregullat doja kaloj përmes një analize kulturore, ku ja disa forma, edhe të arbërishtës, edhe po duke ja krahasuar dhe me italishtën, se gjusja kontrastive është gjusja më e bukur që ti mund bësh. Ti ja krahason edhe veçantitë tua kulturore, të cilat përmes fjalës do shprehësh, se do shprehësh ndryshe. Fjalëve shqip ja krahason edhe me veçantitë me të përbashkëta, duke shkuar që në akt të kohëve të përbashkëta që mund të kemë me zonat italike, me zonat ballkanike, kështu me radhë. Ata tek e fundit nuk kam mësuar lakim zgjedhimet, punë e madhe fort. Ndonse gjërat kryesore i kanë kuptuar, pra si kemi ne foljet, temat e foljeve, mbaresat e foljeve, por i kemi tek e fundit ata kanë kuptuar si ron gjua përmes fjalëve dhe jetës kulturore. Madje ishte një moment që po i shpjegoja habitoren, edhe i thash, shiko, është thjesht një invers, rrotullim, mbrapç i një rendit të thjesht kam pas. I cili është pohor, neutral dhe rri aty. Dhe tek e fundit pastaj kur bëhet pas kam, në mënyrë emfatike përmbyset rendi, sikur themi ideal i bukur ose i bukur ideal. Kur themi bukur ideal e kam enfatizuar, pra kam ndryshuar rendin e vendosjes në këtë. Te pas kam të shpreh habi pikërisht formalisht përmes të ndrimi rendi. Dhe kë kam Sicilian këtu, e njëri nga ata ta unë. Edhe ti i thash, kur ti e pyet dikë, a më kuptove? E pyet mi hai capito. Po nëse je nxehur, të shkon folja në fund e thuaj capito mi hai. Kështu që ti për kjo gjë që bëj unë në shqip, vetë se unë e kam përngjitur, sepse jam gjuhë e folur dhe përngjis më kollaj, jam më së shumti gjuhë e folur, kjo gjë që bëj unë në shqip e bën dhe ti në sicilianisht, po e quajmë në të format e Sicilisë. Kështu që kjo është kontrasti përmes jo thjesht rreshtimit të gjitha të kësaj mënyre të shqipes me të gjitha veçoritë e veta gramatikore, po kalimi në kontraste, të kuptuarit se, pse bashkësia shqiptare e pas ka shpikur këtë mënyrë, për emfaz. Si e ka shpikur duke përmbys rendin? A jemi të vetëm jo, se ja ku kam që të më kuptosh, ndoshta ka dhe gjuhë tjera të botës që unë si njoh, po atë që kisha më afër e thash. Profesor, shqipja, sidomos pas viteve 90, të paktën nga një pjesë e gjuhëtarëve shprehur një shqetësim se është bombarduar ose ka një ndikim shumë të madh nga gjuhët e huaja. A mund t'i gjejmë ne çdo fjalë një gjegjëse në shqip? Nëse e përzihem shqipen, po. Nëse nuk ja gjejmë, do mirëpresim atë që erdhi. Ka një ligj të pa diskutueshëm që është në gjuhësi, që mbi të cilën dhe themilohet endolingvistika dikur në fund të viteve 800, që quhet një shkolla gjermane, po ta them gjermanisht Folterungssachen ose fjalët desendet. Shkolla e fjalëve desendeve përmend shpesh edhe Çabej, është një rrymë mendimi shumë interesante që thotë që kur hyn sendet, hyn dhe fjalët, ose nëse vdesin sendet, prit të vdesin dhe fjalët, o për ndryshe do të barten metaforë në një send që u ngjan, edhe kjo rrugë shkon. Kështu që ne mund të kemi humbur shumë nga për shkak të modernizimit, industrializimit, të jetës edhe praktikës fshatrave, mund të kemi humbur shumë nga ligjërimi ynë bukolik dhe pastorial. Po tek e fundit këto fjalë barten edhe me kuptime metaforike në daçi mund të adaptohen, siç ka bërë latinishtja tek e fundit me fjalët e veta. Është një studim shumë i bukur i etimologjisë së fjalëve latine dhe neolatine, që titullohet jemi një popull bujqish, sepse shumë fjalë kanë kaluar në ligjërimin abstrakt më pas. Po për të kthyer të shqipja, ne mund të kemi humbur të gjitha emërtimet e dhive, se edhe kontakti me natyrën me këtë pjesë të jetës e kemi disi më të ulët sot, po ne kemi një mal me fjalë të tjera të cilat janë institucione sociale dhe kulturore, shoqërore dhe kulturore, të cilat bashkësia shqiptare vazhdon t'i ketë, thjesht nuk i kanë mendjet tona. Do të thënë, edhe kjo është rezultati i kësaj shtangësisë, që me drojën se nuk po është në standard, unë lë një fjalë jashtë. Do të jap një shembull konkret. Atëherë fjalori 54-s, që për mua vjon të mbetet fjalori më i bukur i gjuhës shqipe, sepse është i bërë me një demokraci të admirueshme, është i bërë nga mendje që kanë pas dritë dhe që e kanë dhënë dritën e vet në atë fjalor, vazhdoj të mendoj që ai është një fjalor i bukur që ne kemi ende. Këtë ka lënë ty dy fjalë.
që në vështrim të parë të duket sikur këto dy fjalë kanë thjesht dallim formal dialektor, pra duke futur në standard mund të bëjnë pa njëra tjetrën. Njëra mund t'ja dalë. Këto dy fjalë janë emroj dhe emnoj. Dhe ty të duket sikur emroj dhe emnoj janë një njëjta fjalë, dallimi është thjesht rotacizmi. Jo, sepse kur ty të shënjohet fusha semantike, pra kuptimi që kanë këto dy fjalë, pra funksioni, jo forma, funksioni. Fjalët kanë funksion. Formën e kanë ato që kanë, funksionin dan, a duhet, as duhet, jo forma. Ti kupton që emroj është i caktuar dikujt një detyrë, ndërsa emnoj është tras dikë për emër. Dhe sot në tryezë unë mësova disa herë emnoj. Tani ti këtë është duke formën, por nuk shduke nevojën për kuptimsi. Nevoja për kuptimsi mbeti si uri brenda vetestate dhe ti udhtove derisa takove nominoj. Jemi rregull. Kur zihen dy vet fiton i treti, thonë. Domethënë nëse unë do t'i kisha lënë pa shtangësi këto dy fjalë, duke ju pa funksionin, jo formën, unë nominoj sot mund ta kisha, mund mos e kisha. Sikurse, kur janë zënë anasjellte as dy fjalë të huaja, azhurnoj dhe updatoj, fitoj përditësoj dhe sot e kemi rahat fjalën. Por nëse i referohemi dialekteve, profesorish, është vënë në re një tendencë të rinjve që merren me muzikë vitet e fundit që përdorin shumë gegnishtme. Shumë faleminderit. Të përdoren që këto skrishten, sepse edhe repi që ka lindur në Fier fillimisht ka qenë shumë i bukur. Do me thënë, dy kojnet tona kanë nevojë të shlirohen. Mund të një të ardhme të kemi atërmbetje mes dy dialekteve? Jo, pse? Atërmbetjet i kanë gjuhëtarët, populli është marrë vesh për herë. Madje unë ndjem, mua më vjen ta kthej të folme sa po shkel një tokë, që do të thotë jam gati. Se isha këtu edhe dikush më shkoi tash ceber se dukem si pekorçe. Kështu që jo, ne jemi të prirur të bëjmë switch. Kjo do thotë asnjë nga dialektet, as toskrishtia në këtë rast nuk është në rrezik? Toskrishtia është më në rrezik se gegnishtja. Po, sepse në vetdijen e folësve, e përdoruesve është barazuar me standardin dhe u duket sikur i lanë duart me toskrishten, po të përdorin standardin. Ndërkohë që standardi është thjesht një regjistër i ngrirë. Toskrishtia e Nolit, Konicës, po dhe ajo që gjejmë në Korçë, në Myzeqe, në Vlorë, kudo që shkojmë ka shumë më tepër për të thënë. Edhe nëse do ketë një operacion të vështirë që dikur gjuhëtarët duhet ta marrin sa më shpejt aq më mirë, është shkëputja e kësaj pandeme të rrejshme që po që standard është toskrishtia ka shumë më tepër. Gegnishtja e ka gjetur rrugën e vet edhe përmes repit, po edhe përmes faktit që e bën dallimin. Pra në një farë mënyrë ka egzotizëm, është e pakonsumuar, mund të ofrohet, është Tirana që gjithsesi është një substrakt deri diku geg, me të folmën e vet të substandardit metropolit e ku me radhë. Për mua është më në rrezik është toskrishtia sot, pikërisht për kësaj pandeme të re. Dakord, standardi është mbështetur i gjithë në toskrisht me ca merrem me time sui generis, siç thoshte ai burri dikur, por standardi nuk është top. Toskrishtia nuk është standard, ka shumë më tepër se kaq për të bërë. Revolucioni digjital do ta prek gjuhën deri në revolucioni digjital do t'i bëj vetëm mirë gjuhës, sepse tek e fundit edhe pa u takuar shqiptarët do flasin, do komunikojnë. Vetëm mirë do t'i bëj gjuhës. Unë nuk kam frikë nga teknologjia. Teknologjitë kur vijnë nga që janë gjenalitete njerëzore, vijnë për mirë. O mund të përdoren për keq, siç përdor uraniumi për bombë atomike, po. Por nëse ja lëm njerëzve në dorë të bëjnë atë që munden, thjesht rrisin intensitetin e komunikimit mes trevave dhe shoqë. Profesorish, çfarë ka të veçantë paskajorja që ju e doni fort? Pazëvendësshmërinë e saj. Sepse me qenë këtë në gjuhë të tjera që ju keni studiuar? Po patjetër po. Gjithë gjuhët e tjera kanë paskajore me përjashtim të gjithë gjuhët europiane kanë paskajore me përjashtim të gjuhëve që e kanë humbur vonë. Greqishtja ka pasur dhe deri në greqishtën e re, deri në 1500, pastaj për një shkak të një tronditje morfo sintaksore ka humbur. Pse them që është e pazëvendësshme? Gjithmonë për funksion. Me qenë apo s'pëlqen, nuk do të thotë për përdoruesin të njëjtën gjë si thjesht atmosjesh. Sepse kur unë them thjesht atmosjesh dhe jam përdorues, unë imagjinoj një ti përballë, prandaj ka skaj gramatikor. Imagjinoj një ti të dukshëm ose të padukshëm. Pra i drejtohem një njeriu, nuk abstragoj një koncept. Pa pasur dikë përballë. Ja kam thënë këtë gjë kolegëve të mi të shtangët, dhe më kanë thënë apo kjo është përdorimi i vetës dytë në kuptimin pavetor. I kam thënë që përdoret veta dytë në kuptimin pavetor, dim ne dhe 10 veta si ne, që din kuptimin e pavetorësisë. Po për fat mirë, si thoshte Demaro, ky popull nuk përbëhet vetëm nga gjuhëtarë dhe nga etimologë dhe ku diun nga njerëz që kanë dieni të fushëqësisë, dhe ky popull do parë si përdorues. Ky është kulmi që përdoruesin ti e gjykon si gjuhëtar. Jo, përdoruesi që është ai që bën dhe mban gjuhë dhe ribën gjuhë në vazhdimisht, se gjuhën nuk e bën gjuhëtarët, përdoruesi nuk e kupton pavetorësinë.
kupton një tip përballë dhe nuk abstragon dot. Dhe ja ku jemi që tek fjalia e bukur që thotë Çabej, me sa duket e lëshon si kund në hyrjen në Indo-Europeanistik, thotë që kategoria e paskajores lindi në popull kur ata patën nevojë të abstragonin, pra të ndanin një koncept pa ja veshur një dikujt. Me ose pa dashje ne, folësit e gjuhës tonë e fyen gjuhën, duke përdorur shpeshherë edhe banalitete. Është e pranueshme kjo si pjesë e Varet ku i përdor, leksikut? nëse i përdor. Shiko, puna është mos jemi banal kur flasim. Jo të mos përdorim banalitete. Dhe ajo që më shqetëson mua është që sot kemi hyrë në një fazë banale të komunikimit edhe publik. Dhe banale është që nuk shqetësohemi më, ne shqetësohemi për të lyer bukur, për të veshur bukur, për të dalë bukur fotografi, madje edhe për të retushuar fotografinë, po nuk po na ha meraku, si dukemi kur flasim. A kemi shqipen kaq të plot, kaq të bukur sa të na përfaqësoja, pse i lem ato fjali për gjys? Ku do me dalim ato fjali të lëna për gjys? Çfarë mendimin drejt deri në fund se është i yti, ki respekt për mendimin tënd. Edhe për dëgjuesin kuptohet, po thuaj mirë, thuaj lirë, thuaj lirshëm. Thuaj atë që ke dhe thuaj e hishëm. Domethënë nuk mund të jesh i hishëm pa një gjuhë të hishme, nuk dukesh mirë. Si thotë rusoj, nuk kuptohet kush është dikush përsa ka s'ka hapur gojë. Dhe kur hap gojë, pastaj ty të bie edhe hiri formal, nëse hiri gjusor nuk është ai që Profesoresh, ndoshta ju drejt për drejt nuk keni marrë dhe ndoshta nuk keni bashkëpunuar ndonjëherë për artimin e teksteve të gjuhëve shqipe në të gjitha Kam bërtirje pafund. Janë të gjitha, janë të bëra mbrapsht sepse kanë nevojë ato për ndryshime? Patjetër po. Janë thjesht barce të një të shkundur pak, të lehtësuar pak fare të gramatikës që ka të dikushme që ka sot Akademia e Ka nevojë për Shkencave. ndryshime. Po patjetër po, se ne nuk po prodhojmë gjuhëtar nga shkollat tona, ne prodhojmë shqipfolës. Shqipfolës. Kjo është shumë e rëndësishme. Dhe nëse ai nuk e di mirë çfarë është plot si kallëzuesorit, punë madhe fort, se po të bëhet gjuhëtar do mësoj, po ai duhet ditë flasit, kuptoj, të rrshqasi mes mundësive dhe të njoh mundësitë. Pastaj janë me kallëzuesor, le të heqim ca orë këtyre kësaj që quhet meta gjuhë dhe t'i fusim më tepër kulturës gjuhës. Nuk kemi fare, nuk bëjmë kulturë gjuhë në shkolla. Edhe nëse e bëjmë, themi kjo është fjalë direktore, dale, prit. Sidomos në ciklin para universitar është shumë e nevojshme kjo. Gjimnazët nuk prodhojnë gjuhëtar, gjimnazët dhe shkollat nënveçare duhet prodhojnë shqipfolës. Profesoresh, unë të falenderoj shumë edhe të falenderoj për kohën që na kushtuat gjithë shikuesët e ekranit tonë. Së bashku me profesoresh Meritën dhe Valbonën që janë bashkuar në këtë rrugëtim të projektit Thirrje vendin tënd, ju urojmë një rrugëtim të djalltë. Na prisnin Korç. Prap. Ju urojmë shumë suksese. Edhe ne ju falenderojmë shumë edhe gjithaj suksese se me sa duket të rroket do vazhdojmë furnizojmë. Do vazhdojmë. Mirë, ishim një intervistë ekskluzive me profesor doktor Ledi Shamku Shkreli. Kemi folur, besoj mjaftueshëm, jo vetëm për këtë projekt shumë të rëndësishëm, por edhe për problematikat arritjet e gjuhës tonë. Ju falenderoj që edhe sot zgjodhët ekranin tonë.